Përpara se të fillojmë, dua që ju të më thoni, a e keni ndjerë ndonjëherë se një vepër e mirë, e bërë nga zemra, mund të ndryshojë përgjithmonë fatin tuaj? Shkruajeni përgjigjen në komentet më poshtë. Dhe nëse historia që do të dëgjoni sot ju prek zemrën, ndajeni me dikë që e do mirësinë. Por më e rëndësishmja, qëndroni deri në fund, sepse ajo që ndodh në minutat e fundit do t'ju lërë pa fjalë, ju premtoj. Enver Hoxha ishte emri i tij, por jo ai Enveri që e njihnin të gjithë. Ishte Enveri tjetër, Enveri që lindi në një fshat të vogël në jug të Shqipërisë, në vitin 1982, në kohën kur vendi po kalonte një nga periudhat më të vështira të historisë së vet. Ishte fëmia i dytë i një familje fshatare, ku baba punonte në kooperativ dhe nëna rregullonte shtëpinë, kopshtin dhe jetën e tyre me duart e saj. Jeta në atë fshat ishte e thjeshtë, ujë nga burimi, drur për zjarr në dimër dhe darkë që nuk mungonte kurrë, por që rrallë ishte e bollshme. Enveri kishte një motër më të madhe, Arlindën, dhe një vëlla më të vogël, Blerin. Të tre fëmijët rriteshin me respekt për punën, për fjalën e dhënë dhe për njerëzit e tjerë. Babai i tyre, Muharem, ishte njeri i urtë dhe i butë, ai u mësonte gjithmonë. Nuk ka pasuri më të madhe se ndershmëria, dhe nuk ka lumturi më të thellë se të dihesh që ke ndihmuar dikë pa pritur asgjë në këmbim. Këto fjalë u ngulitën thellë në shpirtin e Enverit. Ai ishte djalë i zgjuar, por jo i shkëlqyer në shkollë. Mësonte mjaftueshëm, por ëndra e tij ishte të punonte, të ndihmonte familjen, të bëhej njeri. Në vitet 90, pas rënies së komunizmit, Shqipëria ishte si një det i trazuar. Njerëzit largoheshin me anije, me kamion, me këmbë. Emigracioni ishte shpresa e vetme për shumë familje. Kur Enveri mbushi 20 vjeç në vitin 2002, Arlinda tashmë kishte 4 vjet që punonte në Athinë si pastruese. Ajo i dërgonte para shtëpisë dhe ndonjëherë edhe letra ku shkruante: Enver, këtu është e vështirë, por është e mundur. Kur të vish koha, do të kesh një vend edhe ti. Por Enveri nuk donte Greqinë. Ai kishte dëgjuar histori për Romën, për Milanon, për punë në fabrika, në ndërtim, në restorante. Donte diçka të re, donte të provonte. Dhe kështu, një ditë të ftohtë të janarit 2003, pas 2 javësh planifikimi dhe kursimesh familjare, ai u nis me autobus drejt portit të Vlorës. Aty e priste një gomone. Udhëtimi ishte i paligjshëm, i rrezikshëm, i frikshëm, por ishte edhe shpresa e vetme. Nata ishte e zezë kur gomonja u largua nga bregu shqiptar. Në det gjithçka ishte errësirë, valet e larta dhe frikë. Ai mbahet ende në kujtesë atë tingull të motorit që dukej sikur do të ndalej çdo sekond. Në gomone kishte 25 vet, disa luteshin, disa qanin në heshtje. Ai mbante në xhep një fotografi të familjes dhe një medalë të vogël të nënës shqiptare që i kishte dhënë nëna. Kjo të ruaj derisa të kthehesh, biri im. Kur gomoneja rriti në bregun italian, ishte agim. Policia italiane i priti. U çuan në një qendër pritje, pastaj u liruan me leje të përkohshme. Enveri nuk kishte asgjë veç një valixhe e të vjetër dhe një numër telefoni të një kushëriri që punonte në Torino. Por fati e shpuri në një tjetër qytet. Ai mori tren drejt Firenzës, sepse aty kishte dëgjuar se punohej në ndërtim. Arriti në stacionin e Firenzës një pasditë vjeshte, me erë ftohtë dhe diell të dobët. Nuk dinte ku të shkonte, nuk dinte italisht, por kishte zemër. Në Firenze, Enveri gjeti strehim të përkohshëm në një shtëpi ku jetonin 4 shqiptar të tjerë. Dhoma ishte e vogël, krevatin e ndante me një tjetër djalë nga Kuksi dhe ngroja ishte gati e pamjaftueshme. Por ata ishin vëllezër në mjerim dhe kjo i bënte të forta. Ditën e parë, Enveri ecste nëpër rrugët e qytetit duke kërkuar punë. Merrte guxim dhe hynte në dyqane, në bare, në kantiere të ndërtimore. Thoshte në gjuhë të thyeshme italiane: "Io lavoro, cerco lavoro." Kërkoj punë. Shumë njerëz tundnin kokën dhe thoshin: "Mi dispiace, më vjen keq." Disa as nuk i hapnin derën. Disa ja mbyllnin në fytyrë, por ai vazhdonte, çdo ditë. Pas 3 javësh, një ndërtimtar italian e pa duke pritur jashtë një kantieri. Ishte një njeri i vogël në shtat, me mustaqe të bardha dhe sy të mirë. Ai i bëri shenjë të afrohej. "Come ti chiami? Si të quajnë?" "Enver."
Enver, va bene, vieni domani alle 7. Eja nesër në 7. Ishte fillimi, puna ishte e rënd, bartje cimentoje, pastrimi kantiereve, mbushje e kamionve, por Enveri nuk ankohej. A i punonte 11 orë në ditë dhe në fund të javës merrte 40 euro të zeza. Ishte pak, por ishte diçka. Me të holla të para, a i bleu një fjalor italian-shqip dhe filloi të mësonte gjuhën. Çdo mbrëmje, ulej në kuzhinën e përbashkët dhe studionte fjali. Donte të integrohej, donte të kuptonte, donte të mos mbetej një i huaj për gjithmonë. Muajt kalonin. Enveri kaloi në punë më të mira. Një restorant shqiptar e mori lavapiatti, Larës Enësh, pastaj një fabrik tekstilesh e mori punëtor. Jeta ishte monotone, por e qëndrueshme. A i dërgonte para familjes çdo muaj dhe nëna e tij ja kthente me letra plot dashuri. Biri im, je kryelartësia jon, Zoti të ruajt. Por në thellësi të shpirtit, Enveri ndjente një zhbrasti. Nuk kishte miq të vërtet, nuk kishte ëndra të mëdha, vetëm punë dhe mbijetesë. Donte diçka më shumë, donte të ndjente se jeta kishte kuptim. Dhe një ditë, në pranverën e vitit 2008, a i do ta gjente këtë kuptim, por jo në mënyrën që e imagjinonte. Ishte një mëngjes i shtunë kur ndodhi gjithçka. Enveri po ecte nëpër rrugët e vjetra të qendrës historike të Firences, duke shijuar lirinë e një dite pushimi. Rrugët ishin të zhurmshme, turist, tregjet, aroma e kafes dhe e bukës së pjekur. A i po ecte pranë Ponte Vecchio, ura e famshme mbi lumin Arno, kur dëgjoi një zë. Aiuto! Aiuto! Ndihm! Ndihm! Ishte një zë i dobët, i një gruaje të moshuar. Enveri u kthye dhe pa një grua të ulur në trotuarin e ngushtë me një qese blerje të shpërndar përreth saj. Ajo po përpiqej të ngrihej, por këmba e saj nuk e mbante. Njerëzit kalonin. Disa ndaluan, por asnjë nuk ndërhyri. Enveri vrapoi drejt saj. Signora, va tutto bene? Zonjë, jeni mirë? No, no, la gamba. Jo, këmba. A i e ndihmoi të ngrihet me kujdes dhe e mbështeti me krahun e tij. Gruaja ishte e dobët, e peshonte gati asgjë. Ishte e veshur me një pallto të vjetër, por të pastër, dhe sytë e saj ishin të kaltër si qielli i pastër. Grazie, ragazzo. Grazie mille. Faleminderit, djalë. Faleminderit shumë. Nuk ka nevojë për falenderim, signora. Ku dëshironi të shkoni? Ajo tregoi një rrugë afër, në lagjen San Frediano. Enveri mblodhi qeset e saj, i çoi në krahun e lirë dhe filloi ta shoqëronte. Ecnin nga balë, sepse ajo lëvizte me vështirësi. Nëpër rrugë, gruaja pyeti. Come ti chiami? Si të quan? Enver. Enver. Che bel nome. Enver, emri i bukur. Io sono Lucia. Kënaqësi, signora Lucia. Di dove sei? Nga je? Albania. Lucia buzëqeshi dobët. Albania. Un paese bellissimo. Enveri nuk e priste këtë përgjigje. Shumë italiane kishin paragjykuar për origjinën e tij, por kjo grua ishte ndryshe. Kishte diçka në zërin e saj, në mënyrën se si fliste, që e bënte të ndihej i mirë pritur. Kur arritën në shtëpinë e saj, Lucia jetonte në një pallat të vjetër guri, me shkallë të ngushta dhe dritare të mëdha me perde të trasha. Ajo e ftoi të hynte brenda për një kafe, por Enveri refuzoi butësisht. Faleminderit, por nuk dua t'ju shqetësoj më shumë. Nuk më shqetëson fare. Ti më ndihmove, të lutem, vetëm një kafe. Enveri u bind, hyri brenda. Apartamenti ishte i madh, me tavane të larta dhe mobilje të vjetra por elegante. Në mure kishte piktura, fotografi të bardha e zi dhe një atmosferë sikur koha kishte ndaluar në vitet 50. Lucia i bëri një espresso të fortë dhe u ul për ballti. Tani më tregoje për veten tënde, Enver. Dhe ai i tregoi për Shqipërinë, për familjen, për udhëtimin, për punët. Ajo dëgjoi në heshtje dhe kur ai mbaroi tha: "Je një djalë i mirë, kjo shihet, dhe kam nevojë për njerëz të mirë." "Ç'do të thotë kjo, signora?" "Do të thotë që po të bëj një propozim. Unë jam shumë e vjetër, Enver. Kam 85 vjeç. Nuk mund të bëj gjithçka vetë. Nëse do, mund të vish këtu 2 herë në javë dhe të më ndihmosh, të blesh, të pastrosh, të më çosh te doktori nëse duhet. Do të paguaj, jo shumë, por sa duhet.
Enveri hezitoi. Ai tashmë kishte punë, por kishte diçka në sytë e kësaj gruaje që e prekte. Një vetmi, një nevojë për shoqëri. Nuk dua para, sinjora, por do të vi, 2 herë në javë. Lucia e pa në sy dhe buzëqeshi. Je vërtet i veçantë ti. Dhe kështu filloi gjithçka. Javët që pasuan ishin të çuditshme dhe të bukura. Enveri shkonte te Lucia çdo të mërkurë dhe të shtunë, pas punës. E gjente gjithmonë të ulur në koltukun e saj të preferuar, duke lexuar ose duke dëgjuar radio. Ajo kishte një radio të vjetër prej vitesh 60 dhe dëgjonte muzikë klasike italiane, opera dhe lajme. Fillimisht, detyrat ishin të thjeshta, të shkonte në treg dhe të blinte fruta, perime, bukë, mish. Lucia I jepte një listë të shkruar me shkrim dore të bukur dhe të kujdesshëm. Enveri e bënte këtë me dëshirë, por shpejt kuptoi se ajo që Lucia kishte nevojë nuk ishin vetëm shërbime, por shoqëri. Pas blerjes, Lucia e thëriste të ulej me të. Enver, eja këtu, ulu. Dhe ata flisnin. Lucia pyeste shumë, për familjen e tij, për ëndrat, për atë që ndjente në Itali. Enveri filloi të hapej. Ai I tregoi për baban që I mungonte, për motrën që e kishte ndihmuar, për frikën që kishte ndjerë në deta të natë të zezë. Lucia dëgjonte me vëmendje të thellë, dhe nganjëherë sytë e saj mbuseshin me lotë. Ti ke kaluar shumë djalim, por je këtu, dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Ditë pas dite, miqësia e tyre thellohej. Enveri filloi të bënte më shumë. Pastron shtëpinë, rregullonte gjëra të prishura, ndronte llampa, lante dritare, por kurrë nuk e bënte përpara. Lucia insistonte të paguante, por ai refuzonte. Ju më keni dhënë diçka më të shtrenjtë se paratë, sinjora. Më keni dhënë kohë dhe vëmendje. Kjo është e mjaftueshme. Lucia e shikonte me një dashuri që nuk mund të fshihej. Një ditë, ajo I tha: "Ti më kujton djalin tim." Enveri u habit. "Ju kishit një djali?" Lucia ul në karrigen e saj dhe bëri sinjale me dorë. "Po. Emri I tij ishte Marko, vdiq në një aksident makine, në vitin 1979. Kishte 25 vjeç. Ishte gjithçka që kisha." Heshtje e rëndë ra në dhomë. Enveri nuk dinte se çfarë të thoshte. Ajo vazhdoi. "Pas vdekjes së tij, edhe burri im nuk e mori dot. U sëmur me zemër, vdiq 2 vjet më vonë. Unë mbeta vetëm, kisha pasuri, kisha shtëpi, kisha gjithçka, por nuk kisha asgjë." "Ju keni mua tani, sinjora." Lucia e pa në sy dhe buzëqeshi me lotë. "Po, Enver, kam ty tani." Me kalimin e muajve, Enveri u bë pjesë e pandashme e jetës së Lucias. Ai nuk e dinte, por ajo filloi ta konsideronte si familje. Por kishte diçka që Lucia nuk ja kishte thënë ende, diçka që askush nuk e dinte, përveç avokatit të saj dhe një banke në Zvicër. Lucia Montecchi nuk ishte thjesht një grua e moshuar e vetmuar. Ajo ishte trashëgimtare e një prej familjeve më të pasura të Toskanës. Familja e saj kishte pasur fabrika tekstilesh, prona në Firenze, në Rom, në Milano dhe aksione në kompani ndërkombëtare. Gjyshi I saj kishte qenë një industrialist I famshëm në fillim të shekullit të 20. Babai I saj kishte shtuar pasurinë dhe ajo, si vajza e vetme, kishte trashëguar gjithçka. Por pas tragjedisë me djalin dhe burrin, Lucia kishte hequr dorë nga jeta publike. Kishte mbyllur fabrikat, kishte shitur disa prona dhe kishte vendosur të jetonte në anonimitet. Askush përveç avokatit të saj dhe një grup të vogël njerëzish besnik nuk e dinin se kush ishte me të vërtet. Lucia jetonte në një apartament modest, krahasuar me pasurinë e saj, merrte pension dhe sillej si çdo grua tjetër e moshuar. Kjo ishte një zgjedhje e saj. Ajo nuk besonte më në shoqërinë që e rrethonte. Kishte parë shumë njerëz që vinin vetëm për interes. Kishte humbur besimin. Por Enveri nuk e dinte asgjë nga kjo, dhe kjo ishte arsyeja pse Lucia filloi ta vëzhgonte me shumë kujdes. Ajo donte të ishte e sigurt, donte të shihte nëse ai ishte vërtet aq I mirë sa dukej, dhe filloi ta testonte. Testi I parë erdhi në mënyrë të natyrshme. Një ditë, Lucia harroi portofolin e saj në tryez me brenda 50 euro. Ajo u largua nga dhoma dhe e la Enverin vetëm për 10 minuta. Kur u kthye, paraja ishte ende aty.
Asnjë nuk mungonte. Ajo nuk tha asgjë, por e vuri re. Testi I dytë erdhi pak më vonë. Lucia I kërkoi Enverit të shkonte në bank dhe të tërhiqte 200 euro për të. I dha kartën dhe kodin PIN. Enveri shkoi, tërhoqi saktësisht 200 euro dhe ja solli menjëherë së bashku me kartën. Lucia e numëroi me kujdes. Gjithçka ishte në rregull. Por testi më I vërtet erdhi kur një kushiri I largët I Lucias erdhi për ta vizituar. Ishte një burr në të 50-tat, me pamje aristokratike dhe ton të ftohtë. Emri I tij ishte Alessandro, dhe ai ishte një nga të paktat njerëz që e dinte të vërtetën për pasurinë e Lucias. Ajo ditë, Enveri ishte duke pastruar kuzhinën kur Alessandro erdhi. Ai e pa me shikimin e sipërm dhe tha me ironi: "Kush është ky?" Lucia u përgjigj me qetësi: "Ky është Enveri, më ndihmon me punët e shtëpisë." Alessandro e analizoi me sy kritik. Një shqiptar me sa duket. Lucia, ti duhet të kesh kujdes me këta njerëz, nuk I njeh. Enveri ndjeu një dhimbje në kraharor, por nuk tha asgjë. Vazhdoi të pastronte. Lucia nga ana tjetër u ngrit nga karrigja dhe tha me zë të ashpër: "Alessandro, ky djalë ka më shumë nder në një gisht se sa ke ti në tërë trupin. Nëse ke ardhur vetëm për të më ofenduar, mund të largohesh." Alessandro u habit. Nuk ishte pritur një përgjigje të tillë. U shmang dhe u largua pa folur më. Kur dera u mbyll, Lucia erdhi te Enveri dhe I tha: "Mos u mërzit për atë që tha. Ka njerëz që nuk din të shohin përtej prejardhjes." Enveri buzëqeshi butësisht. "Jam mësuar, sinjora, nuk kam problem." Lucia e pa në sy. "Unë e kam problem, sepse ti je më I miri nga të gjithë njerëzit që njoh." Këto fjalë e prekën thellë, por Enveri nuk e dinte se sa të vërteta do të tregoheshin. Ishte viti 2010 dhe Lucia filloi të dobësohej. Një ditë, Enveri e gjeti të shtrirë në krevat, me fytyrë të zbehtë dhe shpirt të lodhur. "Sinjora, çfarë ndodhi?" "Nuk jam mirë, Enver. Kam shumë dhimbje në kreharor. Nuk mund të çohem." Enveri nuk hezitoi. Mori telefonin dhe thirrri urgjencën. Erdhi ambulanca dhe Lucia u dërgua në spital. Enveri shkoi me të. Në sallën e pritjes, ai qëndroi duke pritur për orë të tëra. Nuk e la vetëm as për një moment. Mjekët diagnostikuan një problem të rënd kardiak. Lucia kishte nevojë për një operacion të vogël dhe periudhë rikuperimi. Ajo mbeti në spital për 2 javë. Dhe në këto 2 javë, Enveri shkoi çdo ditë. Çdo ditë, pa u munguar asnjëherë. Ai I sillte lule, frutat freskëta, gazeta që e dinte se Lucia I pëlqente. Ndonjëherë thjesht ulej në karrige dhe lexonte për të, sepse ajo kishte vështirësi të lexonte vetë. Lexonte poezi, lexonte lajme, lexonte libra të vjetër që Lucia I kishte dhënë. Pacientët e tjerë në dhomë e vinin re. Një grua në shtratin ngjitur një ditë I tha Lucias: "Jeni shumë me fat të keni një birë kaq të mirë." Lucia buzëqeshi dhe tha: "Po, jam shumë me fat." Ajo nuk e korrigjoi, sepse në zemër Enveri ishte biri I saj. Kur Lucia u kthye në shtëpi, Enveri u kujdes për të me përkushtim absolut. Ai shkoi çdo ditë për 2 javë të plota. I gatonte, I jepte ilacet, e ndihmonte të lëvizte, e shoqëronte në vizitën te doktori. Nuk kërkoi asnjëherë parashtesë, nuk ankua asnjëherë. Lucia, e shtrirë në krevatin e saj, e vëzhgonte me dashuri. "Pse e bën këtë për mua, Enver?" "Sepse ju jeni e vetmja që më ka trajtuar si njeri këtu, sinjora, dhe sepse unë ju dua sikur të ishit nëna ime." Ajo nuk u përmbajt. Qau. Dhe kuptoi se tashme e kishte vendosur. Ky djalë nuk ishte rast. Ishte fat. Dhe ajo nuk do ta linte të shkonte pa shpërblyer këtë mirësi. Vitet vijuan dhe Enveri u bë pjesë organike e jetës së Lucias. Ai u zhvillua profesionalisht, gjeti një punë më të mirë në një kompani ndërtimi, mori leje qëndrimi dhe më në fund, në vitin 2012, mori lejen e përhershme të qëndrimit. Jeta e tij ishte e qëndrueshme. Kishte disa miq, shkonte ndonjëherë në Shqipëri për të vizituar familjen dhe kthehej gjithmonë në Firenze. Por raporti me Lucias
ishte shtyllë qendrore. Ai shkonte 3 herë në javë tani, sepse Lucia po plakej dhe kishte nevojë për më shumë ndihmë. Ajo kishte tani 90 vjeç. Lëvizte ngadalë, dëgjonte më keq, por mendja ishte akoma e mprehtë. Një ditë, Enveri vendosi ta çonte Lucias në një ekskursion. Ishin muajt e verës dhe ai mori pushim nga puna për një ditë. E vuri Lucias në makinën e tij, një Fiat i vjetër që kishte bler me kursime, dhe e çoi drejt Sienas, një qytet që Lucia e donte, por nuk e kishte vizituar për vite. Ata ecën në përsheshet historike, hëngrën bukë në një trattoria të vogël dhe ulën në një stol duke shikuar panoramën e kodrave toskanase. Lucia mbajti dorën e Enverit dhe tha: "Sot jam gruaja më e lumtur në botë." "Pse, sinjora?" "Sepse ndihem si në kohën kur Marko ishte ende këtu." "Ti më ke kthyer jetën, Enver." Enveri nuk e dinte se si të përgjigjej. Thjesht shtrydhuej dorën e saj me butësi. Por Lucia e dinte. Ajo e dinte se çfarë do të bënte, dhe tashmë kishte filluar të sistemonte gjërat. Në fund të vitit 2013, Lucia thirrri avokatin e saj, Giovanni Marini. Ai ishte një burr në të 60-tat, me karrierë të gjatë dhe reputacion të patmet. Ishte avokati i familjes Montecchi për 30 vjet. Lucia i tha: "Giovanni, kam një kërkesë. Dua të bëj një testament të ri." Giovanni e pa me kujdes. "Sigurisht, sinjora, por a mund të di pse kani? Ju keni tashmë një testament." "Po, por ky është i vjetër. Dua të bëj ndryshime të mëdha." "Çfarë lloj ndryshimesh?" Lucia mori frym thellë. "Dua që e gjithë pasuria ime pa përjashtim t'i lihet një personi." "Kujt?" "Enver Hoxha, një djalë shqiptar që më ka ndihmuar për vite." Giovanni u habit. "Sinjora, me respekt, por a jeni e sigurt? Ka të afërm, ka..." "Nuk kam askënd, Giovanni. Të afërmit e mi erdhën vetëm kur donin diçka. Ky djalë erdhi vetëm për të më ndihmuar, dhe unë jam e sigurt." Giovanni dinte se Lucia nuk ndryshonte mendje lehtë. Ai filloi procesin. Por sa për të qenë i sigurt, ai shkoi vetë ta takonte Enverin. E thirri në zyrën e tij një ditë, pa i thënë arsyen. Enveri erdhi i shqetësuar. "Avokat Marini, ka ndodhur diçka me sinjora Lucia?" Jo, ajo është mirë, por kam nevojë të flas me ju." Giovanni e studioi me kujdes. E pyeti për jetën e tij, për punën, për familjen. E pyeti çfarë mendonte për Lucias. Enveri u përgjigj me sinqeritet të plotë. "Sinjora Lucia është si nëna ime. E dua si të tillë, nuk dua asgjë tjetër." Giovanni e pa në sy dhe pa të vërtetën. Ky djalë nuk ishte mashtrues, ishte i pastër. "Enver, sinjora Lucia dëshiron të bëj diçka për ju, por unë nuk mund të them çfarë ende. Thjesht dua që ju të dini se ajo ju vlerëson jashtëzakonisht shumë." "E di, avokat, dhe kjo më mjafton." Giovanni u kthye te Lucia dhe i tha: "Keni të drejtë, sinjora. Ai është njeri i rrallë. Testamenti u përgatit në heshtje absolute. Asnjë nuk e dinte. Vetëm Lucia, Giovanni dhe 2 dëshmitar që firmosën pa e ditur për mbajtjen. Viti 2014 ishte viti veçantë. Lucia, tani 92 vjeç, kishte filluar të ndjente peshën e moshës, por mendja e saj ishte më e qartë se kurrë. Ajo dinte se koha po shkurtohej dhe donte të shijonte çdo moment me Enverin. Një mbrëmje vjeshte, ndërsa Enveri po i lexonte nga një libër poezish të Dante, Lucia e ndërpreu: "Enver, dua të tregoj diçka që nuk ja kam thënë askujt." Ai mbriur librin. "Çfarë është, sinjora?" "Kur isha e re, unë dhe burri im kishim një ëndër. Donim të hapnim një shtëpi për fëmijët jetim. Por pastaj vdiq Marko dhe gjithçka u rënua. Nuk e bëm kurrë, dhe kjo më ka munguar përgjithmonë." "Pse nuk e bët më vonë?" "Sepse humbja më thau, nuk kisha më forcë. Por tani kur të shoh ty, shoh shpresën. Ti je dëshmia se mirësia ekziston ende." Enveri mbajti dorën e saj. "Ëndra juaj nuk vdiq, sinjora. Ajo thjesht pret kohën e duhur." Lucia buzëqeshi me lot në sy. "Ndoshta ke të drejtë." Një muaj më vonë, në nëntor, Lucia organizoi një drekë të veçantë. Ftoi Enverin dhe familjen e tij që kishte ardhur nga Shqipëria për ta vizituar, nënën e tij Fatime, vllan Blerin dhe motrën Arlind. Ishte hera e parë që Lucia i takonte. Tavolina ishte e mbushur me ushqime tradicionale italiane, që Lucia kishte insistuar t'i përgatiste vetë.
Mendimin e Enverit, sigurisht. Kur familja Hoxha erdhi, Lucia i priti me ngrohtësi të jashtëzakonshme. Fatime, nëna e Enverit, mbajti duart e Lucias dhe tha në italisht të thyeshëm: "Faleminderit për birin tim. Ju, nëna e dytë e tij." Lucia qau, Fatime qau, dhe në atë moment, dy gra nga dy botë krejtësisht të ndryshme u bën motra në shpirt. Gjatë drekës, Lucia u tregoi histori nga e kaluara e saj, për Firenzen e viteve 50, për dashurinë e saj me burrin, për ditën kur lindi Marko. Familja e Enverit dëgjonte me vëmendje dhe ndan edhe ata histori nga Shqipëria. Në fund të darkës, Lucia ngriti gotën e verës. "Sot jam gruaja më e lumtur, kam familje përsëri." Të gjithë ngritën gotat dhe Enveri e dinte se ajo ditë do të mbetej përgjithmonë në kujtesën e tij. Ishte një mëngjes dimri i vitit 2015, në shkurt. Enveri mori një telefonat nga spitali. Zëri ishte i ftohtë dhe profesional. "Jeni Enver Hoxha?" "Po, unë jam." "Jeni i regjistruar si kontakti emergjent i sinjora Lucia Monteci. Duhet të vini menjëherë. Ka pasur një atak kardiak." Zemra e Enverit u shqye. Ai braktisi gjithçka dhe vrapoi në spital. Kur arriti, Lucia ishte në kujdes intensiv. Mjekët i thanë se gjendja ishte e rëndë. Ajo kishte pësuar një infarkt masiv. Shanset ishin të ulta. Enveri nuk u largua nga spitali. Qëndroi ditë e natë, flinte në karrige, hante pak, lutej në heshtje, edhe pse nuk ishte shumë fetar. Pas 3 ditësh, Lucia u zgjua. Ishte e dobët, pothuajse e pajet, por ishte gjallë. E pa Enverin dhe tentoi të buzëqesh. "Ti ende këtu?" "Ku tjetër do t'jem, sinjora?" Ajo shtrydhoi dorën e tij me forcën e fundit që kishte. Dua të them diçka." "Mos flisni, pushoni." "Jo, dëgjoj, ti më ke shpëtuar jetën, edhe përpara se të vija këtu. Më ke dhënë arsye të rroj, dhe tani dua të jap diçka edhe unë." "Ju tashmë më keni dhënë gjithçka, sinjora." "Jo, ende jo, por së shpejti do ta dish." Ajo e la dorën dhe mbyllur syt. Enveri mendoi se ishte fjala e fundit, por ajo thjesht po pushonte. Lucia mbijetoi, por tërheqja ishte e dukshme. Mjekët thanë se ajo nuk mund të jetonte më vetëm. Rekomanduan një shtëpi plakash me kujdes 24 orësh. Enveri e refuzoi. "Jo, ajo do të vi në shtëpinë time." "Por ju punoni, si do ta kujdeseni?" "Do ta gjej mënyrën." Dhe e gjeti. Enveri foli me punëdhënësin e tij dhe kërkoi një periudhë pushimi pa pagë. Kur punëdhënësi refuzoi, ai dha dorëheqjen, pa hezitim. Enveri e shpuri Lucias në apartamentin e saj, por ai vetë u zhvendos atje për ta kujdesur plotësisht. Vendosi një krevat në dhomën e vogël pranë saj. Çdo natë ngrihej për ta kontrolluar. Çdo mëngjes i jepte ilaçet. Çdo ditë gatuante, pastronte, lexonte për të, fliste me të. Ditët kalonin ngadalë. Lucia po dobësohej, por ishte e lumtur. Një ditë tha: "Enver, pse bëre këtë? Pse le punën?" "Sepse ju jeni më e rëndësishme se çdo punë, sinjora." "Po jetesa jote?" "Jetesa ime është këtu, me ju." Ajo nuk foli më, por lotët i rrjedhënin në heshtje. Një mbrëmje, Lucia kishte energji më të mirë. Kërkoi që Enveri ta çonte në balkon. Ishte mars dhe ajri ishte ende i ftohtë, por qielli ishte plot yje. Ata ulen së bashku, mbështjell me batanie, dhe shikuan Firenzen nga lart. "E sheh atë yll, Enver?" tha Lucia duke treguar një yll të ndritshëm. "Po, e shoh. Ky është Venusi, ylli i dashurisë. Burri im më tregonte çdo herë. Thoshte se dashuria e vërtet nuk vdes kurrë, thjesht shndërrohet." Ajo kishte të drejtë. "E di, dhe e di edhe se ti do t'jesh mirë, Enver, sepse ke zemër, dhe zemra është gjithçka." Ato ishin fjalët e fundit kuptimplota që Lucia tha. 3 ditë më vonë, në një mëngjes të qetë të marsit, ajo vdiq në gjumë. Ishte e paqët. Enveri ishte pranë saj, duke mbajtur dorën e saj. Kur mjeku e konfirmoi, Enveri nuk bërtiti, nuk thirri. Thjesht u ul pranë krevatit dhe qau në heshtje, duke i mbajtur ende dorën. Qëndroi kështu për 1 orë të tërë. Varrimi i Lucias u organizua një javë më vonë.
Enveri bëri gjithçka vet, zgjodhi arkivolin, porositi lulet, thidhi ata pak njerëz që e njihnin Lucias. Kishte vetëm 12 persona në funeral. Alessandro, kushëriri i largët, erdhi por nuk foli me Enverin. Disa fqinj të vjetër, avokati Giovanni dhe Enveri. Prifti foli për jetën e Lucias, për humbjet e saj, për zemrën e saj të madhe. Pastaj u tha pjesëmarrësve se kushdo që donte mund të fliste. Enveri u ngrit. Zëri i tij po dridhej. Lucia Montecchi nuk ishte thjesht një grua e mirë. Ajo ishte shpëtimi im. Kur erdha në këtë vend, isha askush. Ajo më bëri dikush. Jo me para, jo me favore, por me dashuri. Ajo më trajtoi si birë, dhe unë humba një nën sot. Zëri u thye, nuk mund të vazhdonte. U ul përsëri dhe qau. Pas ceremonisë, ndërsa të tjerët po largoheshin, Giovanni ju afrua. Enver, duhet flasim. Ka diçka që ju duhet ta dini. Çfarë është, avokat? Jo këtu. E jani në zyrë, nesër, në orën 10. Enveri shkoi, i ngatëruar dhe i pikëlluar. Nuk kishte asnjë ide se çfarë priste. Në zyrën e avokatit, Giovanni e uli Enverin dhe hapi një dosje të trash. Enver, kam për t'ju lexuar testamentin e sinjora Lucia Montecchi. Unë? Pse? Sepse ju jeni i përmendur në të. Enveri mendoi se ndoshta Lucia i kishte lënë diçka simbolike, një kujtim, një fotografi. Giovanni filloi të lexonte. Unë, Maria Lucia Montecchi, në plot kapacitet mendor, deklaroj këtu vullnetin tim të fundit, të gjithë pasurinë time, duke përfshirë, por pa u kufizuar në apartamentin në via Santo Spirito, Firenze, vilën Casa del Sole, në rajonin e Chianti me 15 hektar tokë, apartamentin në Milano, zona Brera, pronën në Rom, afër Piazza Navona, shtëpin pushimin në Versilia, bregdeti i Toskanës, aksionet në Banca Monte dei Paschi di Siena, në vlerë prej 3.2 milion euro, bonot dhe depozitat në Credit Suisse Zürich, në vlerë prej 5.8 milion euro, koleksionin e arteve, duke përfshirë piktura të Macchiaioli dhe skulptura të shekullit të 19 me vlerë të vlerësuar 1.5 milion euro, bijuterit familjare, duke përfshirë koleksionin Montecchi, si dhe të gjitha llogaritë bankare, dokumentet financiare dhe çdo pronë tjetër në emrin tim, ja lë në tërësi Enver Hoxha, lindur në 15 qershuar 1982 në Përmet, Shqipëri, shtetasi shqiptar me rezidencë në Firenze, Italia. Enveri ngriu. Nuk kuptoi. Nuk mund të kishte dëgjuar mirë. Çfarë? Çfarë thot? Giovanni vazhdoi. Vlera totale e pasurisë, sipas vlerësimit të fundit nga noterit dhe ekspertët financiar, është afërsisht 11.600.000 euro. Kjo përfshin pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme. Dhoma filloi të rrotulloi. Enveri nuk mund ta merrte frymën. Kjo nuk mund të jetë vërtet. Lucia, ajo jetonte në një apartament modest, merrte pension. Giovanni u përkul përpara. Enver, Signora Lucia ishte një nga gratë më të pasura të Toskanës, trashëgimtare e dinastisë industriale Montecchi. Por pas tragjedirave personale, ajo zgjodhi të jetonte në hije, larg syrit publik. Askush nuk e dinte. Vetëm unë si avokati saj dhe disa të afërm të largët që u përpoqën ta manipulonin për vite. Enveri u ngrit, duke u dridhur. Jo, kjo nuk mund të pranohet. Unë nuk kam bërë asgjë për të merituar këtë. Unë thjesht e ndihmova, sepse e doja. Giovanni buzëqeshi butësisht, dhe pikërisht prandaj ju e zgjodhi, sepse ju nuk donit asgjë. Në një botë ku të gjithë donin pasurinë e saj, ju dolit vetëm shoqërinë e saj. Ajo e vlerësoi këtë më shumë se çdo gjë. Enveri ra në karrige, duke mbajtur kokën me duar. Nuk e di çfarë të them, nuk e di çfarë të bëj. Mund të filloni duke nënshkruar dokumentet. Trashëgimia është ligjërisht e juaja, por para kësaj ka diçka tjetër. Giovanni nxori një zarf të bardhë. Kjo është për ju, nga Lucia. Enveri mori zarfin me duar të dridhura. Në të ishte shkruar me shkrim të bukur. Për Enverin tim të dashur. Ai e hapi ngadalë. Brenda ishte një letër prej 4 faqesh, shkruar me dorë. E dashur Enver,
Nëse po lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam më në këtë botë. Dhe ndoshta ti je duke qarë, ndoshta je i zemëruar, ndoshta je i shokuar nga ajo që sapo mësove. Por dëgjom, biri im i dashur, sepse kështu të shoh unë, si birin që Zoti ma mori dhe pastaj ma kthye në një formë tjetër. Dua t'ju tregoj një histori që nuk ja kam treguar askujt. Kur vdiq Marko, unë vendosa të vdesja edhe unë. Nuk doja të vazhdoja. Çdo mëngjes ishte torturë, çdo natë ishte ferr. Burri im u përpoq të më ndihmonte, por edhe ai ishte i thyer. Dhe kur vdiq edhe ai, mbeta plotësisht vetëm në këtë botë. Fillova të izolohesha, mbylla fabrikat, shita pjesën më të madhe të pronave. Njerëzit mendonin se po humbasa mendjen, ndoshta kishin të drejtë. Kushërinjtë e mi si Alessandro vinin vetëm kur donin para. Miqtë e vjetër zhduken. Mbeta e rrethuar nga njerëz që më shihnin vetëm si një portfoli që ecte. Vendosa të jetoja thjesht, të mos tërhiqja vëmendjen, të shihja nëse dikush do të më donte për atë që isha, jo për atë që kisha. Kaluan vite, vjetra vite. Askush nuk kaloi testin. Deri atë ditë kur rash në trotuarin pranë Ponte Vecchio. Kur të pash duke vrapuar drejt meje, kur ndjeva dorën tënde duke më ndihmuar të ngrihem, kur dëgjova shqetësimin e vërtet në zërin tënd, diçka u ndez përsëri në zemrën time. Pas atij takimi të parë, fillova të studioj. Po Enver, ta them hapur, të testova. E di që tingëllon manipulativ, por duhej të isha e sigurt. E lash portfolin me para. Nuk more asnjë cent. Të dhash kartën bankare me kodin PIN, e përdore vetëm për atë që të kërkova. Të futa në situata ku mund të më shfrytëzosh, nuk e bëre kurrë. Por testi më i madh erdhi kur u sëmura. Mund të largoheshe, mund të thoshe, nuk është problemi im, por nuk e bëre. Qëndrove, çdo ditë, çdo natë, dhe atëherë kuptova. Ti nuk ishe vetëm njeri i mirë, ti ishe shpëtimi im. Tani, për pasurinë, e di që mendon se nuk e meriton, por gabon, e meriton më shumë se kushdo tjetër që kam njohur në këtë jetë. Dua që të dish se kjo nuk është ngarkesë, është liri, është mundësi, është kthimi i dashurisë që më dhe. Por të lutem, mos i përdor vetëm për veten tënde. Bëj atë që unë dhe burri im nuk arritëm. Ndihmo të tjerët, jepua shpresë atyre që janë ku ishe ti dikur. Tregoju botës se mirësia ekziston. Kam besim të plot te ti. Dhe dua që të dish edhe diçka tjetër. Në këto vite të fundit, të cilat ishin më të lumturit e jetës sime pas vdekjes së Markos, unë nuk të shihja vetëm si dikë që më ndihmonte, të shihja si djalin që humbta. Dhe shpresoj që edhe ti më kishe në zemër si nënën që ndoshta të mungon larg atje në Shqipëri. Nëse po, atëherë di se ky testament nuk është vetëm një dokument ligjor. Është përqafimi im i fundit. Është mënyra ime për të thënë, të dua bir, dhe faleminderit që më dhe arsyen për të buzëqeshur përsëri. Mos qaj për mua. Kam jetuar një jetë të gjatë, dhe falteje, përfundimi ishte i bukur. Jetë të lumtur Enver, dhe mos harro kurrë. Mirësia ka fuqi, me dashuri të pafund, Lucia. Në sirtarin e sipërm të komodinës time, ka një kuti e vogël. Brenda ka medaljat që burri im mori në luftë, ora e Markos dhe një foto ku jemi të tre. Dua që t'i ruash, janë familja ime, dhe tani janë edhe familja jote. Enveri mbaroi letrën dhe nuk mund të mbante më. Ciao pa u ndjer. Ciao për Lucias, për dashurinë që kishte ndjer, për humbjen që ndjeu, por edhe për peshën e përgjegjësisë që sapo kishte marrë. Giovanni e linte të qante. Pas disa minutash, Enveri e pastroi fytyrën dhe tha: "E di çfarë duhet të bëj tani?" "Çfarë?" pyeti avokati. "Duhet ta nderoj atë që ajo donte. Duhet të bëj diçka me kuptim." Giovanni buzëqeshi. Kjo është gjithçka që ajo dëshironte të dëgjonte. Por jo të gjithë ishin të lumtur. Lajmi u përhap shpejt në qarqet e familjes Montecchi. Alessandro, kushërini i largët, ishte i tërbuar. Ai thirri një mbledhje familjare dhe tha: "Ky është absurd. Një emigrant shqiptar që e njohim për vetëm disa vite do të trashëgojë gjithçka." Lucia ishte e manipuluar. 3 kushërinj të tjerë ranë dakord. Ata paraqitën padi në gjykatën e Firences duke pretenduar: Lucia kishte qenë në ndikimin psikologjik të Enverit. Lucia vuante nga demenca dhe nuk ishte në gjendje të merrte vendime. Testamenti ishte i pavlefshëm, sepse ishte shkruar nën presion. Këto ishin akuza të rënda.
Nëse provoheshin, Enveri do të humbiste gjithçka dhe mund të përfundonte edhe në burg. Nisi një betejë ligjore që zgjati 16 muaj. Giovanni Marini, avokati i Lucias dhe tani i Enverit, ishte një luftëtar i përvujtur. Ai mblodhi prova. 1. Vlerësimet mjekësore. Kërkoi të gjitha të dhënat mjekësore të Lucias nga vitet 2012-2015. Të gjitha raportet e mjekëve, psikiatrëve dhe neurologëve konfirmonin. Lucia Montecchi ishte plotësisht e vetëdijshme, pa shenja demence dhe me kapacitet të plot mendor. 2. Dëshmitar të pavarur. Thirrit shinjet e Lucias, tregtarët e lagjes, mjekun e familjes, infermierët nga spitali, të gjithë thanë të njëjtën gjë. Lucia ishte grua inteligjente, e qartë dhe e vendosur deri në ditët e fundit. Video regjistrime. Giovanni kishte qenë i mençur. Në dhjetor 2014, kur Lucia nënshkroi testamentin, ai e pat filmuar procesin, me përqimin e saj. Në video, Lucia shpjegon qartë pse po bën këtë zgjedhje. Thot: "Unë e bëj këtë me mendjen time të plot. Nuk jam e shtrënguar, nuk jam e manipuluar. E bëj sepse Enver Hoxha është personi më i mirë që kam njohur në 30 vjet. Ai më ka dhuruar dashuri pa pritur asgjë, dhe tani unë dua t'i kthej atë dashuri." Video ishte provë smoking gun, prova vendimtare. Hetimi i ndershmërisë e Enverit. Gjykata urdhëroi një hetim të plot të Enverit. Policia italiane kontrolloi çdo aspekt të jetës së tij. Regjistrat financiar, historitë penale, nuk kishte asnjë. Intervistat me kolegët e punës, fqinjet, miqt, të gjithë thanë të njëjtën gjë. Enver Hoxha ishte punëtor, i ndershëm, i qek dhe shumë i respektuar. Kundër dëshmitaret. Giovanni thirri njerëz që njihnin Alessandro dhe kushërinjtë e tjerë. Një ish punonjëse e familjes Montecchi dëshmoi se Alessandro kishte përpjekur të manipulonte Lucias për vite, duke kërkuar para për investime që kurrë nuk u realizuan. Një fqinje tregoi se Alessandro nuk e kishte vizituar Lucias për 3 vjet, deri kur dëgjoi për testamentin. Gjykata mori vendimin pas 16 muajsh. Gjyqtarja, një grua në të 60-tat me reputacion të ashpër por të drejtë, lexoi vendimin. Gjykata ka shqyrtuar të gjitha provat. Është e qartë se Lucia Montecchi ishte në kapacitet të plot mendor kur hartoi testamentin e saj. Është gjithashtu e qartë se marrëdhënia midis saj dhe Enver Hoxha ishte e bazuar në dashuri të vërtetë dhe respekt reciprok. Padia e Alessandro Montecchi dhe bashkëpaditësve hidhet poshtë. Testamenti është i vlefshëm. Enver Hoxha është trashëgimtar ligjor i plot i pasurisë së Lucia Montecchi. Alessandro u ngrit dhe bërtiti. Kjo është pa drejtësi, ai është një mashtrues. Gjyqtarja e shikoi me shprehje të ftohtë. Zoti Montecchi, nëse vazhdoni, do t'ju dënoj për fyer të gjykatës. Vendimi është përfundimtar. Alessandro u largua i tërbuar, por lufta kishte mbaruar. Enveri fitoi. Përfitoria nuk solli lehtësim. Në muajt që pasuan vendimin gjyqësor, Enveri hyri në një periudhë depresioni të thellë. Ai kishte fituar pasurinë, por kishte humbur Lucias, dhe pasuria nuk kishte kuptim pa të. Ai u zhvendos në apartamentin e Lucias, por gjithçka atje e kujtonte atë. Fotografit, mobiljet, aroma e dobët e parfumit të saj që ende ndihej në dhomat. Enveri nuk preku asgjë, gjithçka mbeti siç e kishte lënë Lucia. Miqtë e tij shqiptar vindin ta vizitonin, por ai nuk fliste shumë. Familja e tij nga Shqipëria e thirrte, por ai thoshte se ishte mirë, edhe pse nuk ishte. Një ditë motra e tij Arlinda erdhi në Firenze pa e paralajmëruar. E gjeti Enverin të ulur në koltukun e Lucias, duke parë një foto të vjetër. "Enver, çfarë po bën me veten tënde?" tha ajo me shqetësim. "Nuk e di, Arlind, nuk e di. Ti ke fituar gjithçka dhe po vepron sikur ke humbur gjithçka." "Por e kam humbur gjithçka. Lucia ishte gjithçka." Arlinda u ul pranë tij. "Lucia nuk do të donte që ti t'jesh kështu. Ajo do të donte që ti të jetosh, të bësh diçka me kuptim me atë që të la." "E di, por kam frikë, Arlind." "Frikë nga çfarë?" "Frikë se do ta zhgënjej, frikë se nuk jam i mjaftueshëm i mirë për këtë përgjegjësi, frikë se njerëzit do të thonë se e meritova me mashtrim." Arlinda e mbajti dorën e tij. "Dëgjoj,
Unë jam motra jote dhe të njoh që kur linde. Ti nuk ke mashtruar kur asgjënd në jetën tënde. Ti je njeri më i ndershëm që njoh. Dhe nëse Lucia zgjodhi ty, ishte sepse e pa atë që shohim të gjithë ne, zemrën tënde. Por çfarë duhet të bëj? Kam 11 milion euro. Nuk e di as nga të filloj. Arlinda u ngrit dhe hapi dritaret e apartamentit. Drita e diellit hyri brenda. Fillon nga ajo që Lucia të tha në letër. Ndihmo të djerët. Bëj atë që ajo dhe burri i saj deshën të bënin, por nuk arritën. Enveri e shikoi motrin. Pastaj shikoi foton e Lucias në duar dhe diçka u ndez brenda tij. Shtëpia për fëmijët jetim. Çfarë? Lucia më tha se ajo dhe burri i saj donin të hapnin një shtëpi për fëmijët jetim, por kur nuk e bën. Kjo ishte ëndra e saj e pambyllur. Arlinda buzëqeshi. Atëherë, mbylle atë ëndër për të. Për herë të parë në muaj, Enveri buzëqeshi. Enveri nuk humbi kohë. Thirrte Giovanni Marinin dhe i tha planin. Dua të hap një shtëpi për fëmijët jetim dhe fëmijët në nevojë. Dua ta quaj Casa Lucia, shtëpia e Lucias. Giovanni, i cili kishte filluar ta donte Enverin si nipin e tij, u emocionua. Lucia do t'ishte krenare jashtëzakonisht. Por nuk e di si të filloj, kam nevojë për ndihmë. Do ta kesh. Unë do të kujdesem për të gjitha aspektet ligjore. Ti vetëm trego ku dhe si e dëshiron. Enveri filloi hulumtimin. Studioi modele të shtëpive për fëmijë në të gjithë Evropën. Vizitoi institucione në Itali, Francë, Gjermani. Bisedoi me psikolog, pedagog, punonjës social dhe gjithmonë pyeste të njëjtën gjë. Si mund të krijojmë një vend ku fëmijët të ndihen të dashur, jo vetëm të kujdesur. Pas 3 muajsh kërkimi, ai gjeti vendin perfekt. Villa Casa del Sole në Chianti, një nga pronat që Lucia i kishte lënë. Ishte një shtëpi e madhe me 15 dhoma, e rrethuar nga vreshta dhe fusha ullinj. Kishte kopshte, hapësira loje dhe një pamje mahnice të kodrës toskane. Enveri investoi 2 milion euro në rinovim. Dhoma të reja, secila e dekoruar me ngjyra të ngrohta, një biblioteke madhe plot me libra, një sallë lojrash me lodra, ping-pong, futboll tryeze, një kopësht me lulishte ku fëmijët mund të mësonin të kultivojnë. Një kuzhinë moderne ku do të gatueshin ushqime të shëndetshme. Një kapel të vogël për ata që donin të luteshin. Dhe më e rëndësishmja, hapësira të ngrohta jo institucionale, ku fëmijët do të ndiheshin në shtëpi. Enveri punsoi një ekip prej 15 vetash, pedagog, psikolog, infermier, kuzhinier, sigurime dhe edukator. I zgjodhi me kujdes, duke intervistuar secilën person vet. Pyetja e tij kryesore ishte gjithmonë: pse doni të punoni me fëmijët? Ata që përgjigjen sepse është punë e mirë, nuk u pranuan. Ata që thanë sepse dua t'u jap atyre dashurinë që meritojnë, u punsuan. Casa Lucia hapi dyert në tetor 2016, 2 vjet pas vdekjes së Lucias. Ceremonia e hapjes ishte e thjeshtë por prekse. Ishin ftuar autoritetet lokale, punonjës social, gazetar dhe sigurisht familja e Enverit nga Shqipëria. Enveri mbajti një fjalim të shkurtër. Kjo shtëpi nuk është monument për mua. Është monument për një grua të jashtëzakonshme që besoi në mirësi. Lucia Montecchi më mësoi se dashuria e vërtet nuk kërkon asgjë në këmbim. Dhe tani, me këtë shtëpi, shpresoj t'u jap fëmijëve atë që ajo më dha mua, shpresë. Të pranishmit duar trokitën, disa qanë. Fëmia i parë që erdhi ishte një vajzë 7 vjeçare nga Shqipëria, e huaj në Itali, pa familje. Emri i saj ishte Elona. Kur hyri në shtëpi, ajo shikoi përreth me sy të hutuar dhe të friksuar. Enveri u përkul pranë saj dhe tha në shqip: "Mirë se erdhe në shtëpi, Elona. Këtu je e sigurt. Këtu do të kujdesemi për ty." Vajza e shikoi dhe për herë të parë në muaj buzëqeshi. Vitet që pasuan ishin vitet më kuptimplot të jetës e Enverit. Casa Lucia u bë një model kombëtar. Për 5 vjet, shtëpia pritoi mbi 130 fëmijë. Disa qëndronin për muaj, disa për vite, derisa gjindeshin familje adoptive ose derisa të rinjt bëheshin të rritur dhe të pavarur. Por Casa Lucia nuk ishte thjesht një streh, ishte një familje. Enveri shkonte çdo ditë, ngrihej në mëngjes, merrte makinën dhe udhëtonte 30 minuta drejt Chiantit. Hante mëngjes me fëmijët, luante me ta, i ndihmonte me detyrat, dërgonte historitë e tyre. Një djalë i ri, Marko,
Po, Enveri e emëroi në nder të djalit të Lucias, kishte ikur nga dhuna familjare në Napoli. Kur erdhi, ishte i mbyllur, i friksuar, i traumatizuar. Pas 6 muajsh në Casa Lucia, ai po buzëqeshte përsëri. Një ditë i tha Enverit: "Zoti Enver, a është e vërtet se kjo shtëpi u hap sepse dikush ju deshi shumë?" "Po, Marko, është e vërtet." "Atëherë, ajo person duhet të ketë qenë Angel." Enveri buzëqeshi me lot në sy. "Po, ishte." Në vitin 2019, Enveri takoi një grua shqiptare që punonte si infermiere në Firenze. Emri i saj ishte Anjeza. Ajo erdhi në Casa Lucia si vullnetare një ditë, dhe Enveri mbeti i goditur nga ëmbëlsia dhe mirësia e saj. Filluan të flasin, pastaj filluan të dalin, dhe pas një viti, Enveri e kërkoi në martesë. Në dasëm, Enveri mbajti një fjalim ku tha: "Lucia më mësoi se dashuria e vërtet ekziston, dhe tani, fal asaj mësimi, kam guximin të dua përsëri." Anjeza dhe Enveri patën 2 fëmijë, një djalë që e quajtën Marko dhe një vajzë që e quajtën Lucia. Në vitin 2024, në 10 vjetorin e vdekjes së Lucias, Enveri shkroi një letër që e vendosi në një kornizë në hyrje të Casa Lucia. Letra thoshte: "Për çdo fëmijë që hyn në këtë shtëpi, emri im është Enver Hoxha. Kur isha liri, erdha në këtë vend pa asgjë. Isha i vetëm, i friksuar dhe i pasigurt. Pastaj, takova një grua të jashtëzakonshme që më mësoi se mirësia ka fuqi. Ajo nuk më ndihmoi sepse donte diçka nga unë, më ndihmoi sepse kjo ishte natyra e saj. Ajo grua quhej Lucia Monteteki, dhe kjo shtëpi është ndërtuar në nderim të saj. Dua që të dish se ke vlerë, dua që të dish se meriton dashuri, dua që të dish se pavarësisht nga e kaluara jote, e ardhmja jote mund të jetë e shkëlqyer. Kjo shtëpi nuk është institucion, është familja jote, dhe ne do të jemi këtu për ty, ashtu siç dikush ishte për mua. Mos haro kurrë, mirësia ka fuqi, dhe ti mund të jesh ai që do ta përhap atë fuqi më tej. Me dashuri, Enver Hoxha, themelues i Casa Lucia." Në një mbrëmje të qetë të marsit 2025, Enveri u ul në balkonin e apartamentit të vjetër të Lucias, që ende e mbante si muze personal. Familja e tij ishte në shtëpi duke fjetur. Ai kishte ardhur vetëm për të qenë pranë kujtimeve. Shikoi Firencën nga lart, dritë nga dritaret, tinguj të largët të qytetit, erë pranvere. Dhe pastaj shikoi qiellin. Ylli i Venusit po shkëlqente, ashtu si ajo natë kur Lucia ja kishte treguar. Enveri foli me zë të ulët: "Lucia, shpresoj të jesh krenar. Përpiqem çdo ditë të jem personi që ti më bëre. Fëmijët në Casa Lucia po rriten mirë. Disa tashmë janë bërë të rritur dhe po ndërtojnë jetën e tyre. Një prej tyre, Elona, ajo vajza e parë shqiptare, sapo u diplomua në mjekësi. Thot se dëshiron të kthehet në Shqipëri për të ndihmuar fëmijët atje." Ai pushoi, duke mbajtur lot. "Ti më the gjithçka, Lucia. Jo vetëm pasurinë, por kuptimin. Edhe për këtë, do të jem mirënjohës përgjithmonë." Një erë e lehtë fryu, dhe për një moment, Enveri ndjeu sikur dikush po e prekur supë, sikur dikush po i thoshte: "E di birë, dhe jam krenar." Ai buzëqeshi, fshiu lotët dhe qëndroi atje nën yje për një orë tjetër, duke kujtuar gruan që e shpëtoi, duke festuar jetën që ndërtoi dhe duke premtuar se do të vazhdonte ta nderonte trashëgiminë e saj për sa kohë të jetonte.